zjarrit, wallahi na e gjetëm që ato që Zoti na ka premtuar. E ju, a e gjet ato që Zoti ju ka premtuar? E po çfarë do të kishin kuptim punë tonë nëse nuk i lidhim me Zotin? Për çfarë kuptimi do të kesh kur ne kalojmë sot edhe lexojmë histori të njerëzve të cilët kalon gjumë të tmerrshme në jetën e kësaj bote, kanë bërë fesade, kanë bërë shkatrime, kanë prish popull, kanë prish shtete, kanë rënu qytetrime, kanë mbyt miliona njerëz. Çfarë kuptimi ka e krejt ajo puna tyne në momentin kur ata kanë shkput prej Zotit? Dhe kundërta, ata cilët kanë jetu për Zotin, ata cilët kanë jetu me Zotin xhaleshanu. Andaj imagjino këtë thirrje të banorëve të xhenetit, ata do të thirrin gëzum, o banor të zjarrit. Wallahi na e gjetëm që ato që Zoti na ka premtuar. E ju, a e gjet ato që Zoti ju ka premtuar? Përgjigjja e tyre do të thotë po. Ata një nga momentet më interesante që Allahu xhaleshanu na përshkruan nga bota tjetër është kur do të tërheken ose do tërheken zvarr banorët e xhenamit për xhenam. Do të hodhën xhenam fil melaiket atyne. Alam ya'tikum rusulun minkum, as ju ka ardhur kush për juve? Alam ya'tikum nadhir, as ka ardhur kur më u kallzua? Do banorët e cilët e ruajnë xhenamin nuk kanë me besu se dikush ka ardhur dhe ju ka kallzuar njerëzve në xhenet në këtë botë, se çka do të jetë përfundimi i tyre e ata kanë pru vetëm me ardha peç aty. Andaj kjo thirrje e banorëve të xhenetit, drejtuar banorëve të zjarrit, ne gjetëm çato që Zoti na ka premtuar. E ju a gjet çato që Zoti ju ka premtuar? Përgjigja do të jetë po. Andaj pamja e besimtarit e këtyre premtimeve se gjithçka do të kalon, gjithçka shkon, pavarësisht çka flitet, pavarësisht çka bën, pavarësisht kush çka thot, e tëra do të jetë përfundim. Ashtu që i kanë thonë janët për njerëzve ka thonë, qysh do të ndihesh ti, ka thonë në botën tjetër, kur shkosh atje, edhe do të ballafaqohesh me ata se atje nuk ka kur gjë. Apo do të thonë pyetje cilike pak, pyetje provokuese. Ka thonë, hiç nuk besoj se do të ndihna më keq, se sa ti kur shkosh edhe të vërtetosh se gjithçka ka në vërtetë. Kur ta vërtetojsh se gjithçka ka në vërtetë. Andaj bindja jonë në premtimet e Allahut subhanahu wa taala, bindja jonë në xhenet, bindja jonë në xhenem, bindja jonë në takimin me Zotin, bindja jonë në peshore, bindja jonë se punët tona llogariten, bindja jonë se do të na ujë jepet libri i veprave tona, ne do të shohim gjithçka që kemi bërë, padyshim se nuk ka diçka që e qetëson shpirtin e besimtarit. Në secilën situatë që është, më shumë se premtimet e Allahut subhanahu wa taala, premtimet që duhet besohen